Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit dhe shpëlautit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth një temë as interesante, që na intereson të gjithëve. Ta dimë sepse flitet për një ndër betejat më të rëndësishme në fenë e pastër islame. Pikërisht do të flasim për ditën e sotme në lidhje me betejën e Bedrit si fillimi i triumfeve. Do ta nisim ajetin 123 të surës Ali Imran, ku Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe vërtet, Allahu ju ndihmoi në Bedër kur ishit të dobët. Prandaj, keni frikë Allahun që të jeni falënderues. Në këtë muaj të bekuar, në muajin e begat Ramazanit, pikërisht në datën 17 të muajit të muajit Ramazanit, kujtojmë betejën e Bedrit, fitoren që Allahu u dhuroi muslimanëve në udhëheqjen e të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, kundër arrogancës dhe tiranisë së Kurejshëve. Kjo fitore shënoi një pikë these në gadishullin arabik, pasi theu e përsin dhe krenarin me të cilën Kurejshët kishin jetuar për një kohë të gjatë deri në atë kohë. Ata për të cilët thuhej nuk janë poshtur që nga koha kur u bën të fuqishëm, pas kësaj beteje, pan ngritjen e muslimanëve si një forcë frikësuese ndaj së cilës duhen bërë mirë llogarit. Dhe ky triumf hodhi themelet për fitoret që pasuan më vonë. Kurani i Shenjtë e quan këtë fitore si dita e Furkanit ose dita e ndarjes, sepse ishte dita kur ndryshoi ekuilibri në favor të monoteizmit dhe mesazhet që solli profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi më parë ishte anuar në favor të idhujtarisë dhe politeistëve. Pikërisht, kjo betejë solli fillimin e triumfit të monoteizmit, të besimit në Allahun xhaleshanhu dhe të fjalës së drejtë që solli nëpërmjet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur e kujtojmë këtë ngjarje, nuk e kujtojmë thjesht si një fitore historike, por që të nxjerrim mësim prej mësimeve dhe këshillave të saj, për të cilat kemi shumë nevojë në këtë kohë, ku përplasja mes së vërtetës dhe së kotës, mes drejtësisë dhe padrejtësisë, po zgjerohet dhe pashpërsohet dita ditës. Duhet të frymëzohemi nga kuptimet e kësaj fitoreje, të përmbushim kushtet e saj, që ajo të përsëritet kudo dhe në çdo kohë. Fillimi i kësaj beteje fillon edhe me ajetet dhe zbritjen e ajeteve 39 deri në ajetin 40 të surës Hajj, ku çfarë na thot Allahu xhaleshanhu për këtë betejë, se Bismillahirrahmanirrahim, u është dhënë leje atyre që luftohen, sepse atyre u është bërë padrejtësi, dhe me të vërtetë Allahu është i fuqishëm për t'u dhënë atyre fitore, ata që janë dëbuar nga shtëpitë e tyre pa të drejtë, vetëm se thoshin, Zoti ynë është Allahu. Ky ajet i dha leje të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, dhe muslimanëve që e përkrahnin këtë të dërguar, të luftojnë pas një kohe të gjatë durimi ndaj torturave dhe persekutimit të Kurejshëve të asaj kohe. Padrejtësia ndaj muslimanëve nuk ishte vetëm në Mekë, ku përballon me tortura, bllokada dhe komplot për vrasjen e të dërguarit të Allahut, por Kurejshat e çuan edhe më tej tiraninë e tyre, duke nxitur hebrejt dhe fiset brenda dhe jashtë Medines kundër muslimanëve, në përpjekje për t'i dobësuar dhe për t'i përgatitur në sulme kundër tyre. Në mes të kërcënimeve dhe sulmeve të vazhdueshme nga Kurejshat, i dërguari i Allahut e dinte se burimi kryesor i fuqisë së Kurejshëve
ishte rruga tregtare që lidhte Mekën me Shamin, e cila kalonte pranë Medinës. Prandaj, profeti mori vendimin për dobësimin e Kurejshitëve duke kërcënuar këtë rrugë. Megjithatë, qëllimi i këtij kërcënimi nuk ishte grabitja e karvanëve, siç pretendojnë disa, por synimi dhe ushtrimi i presionit mbi Kurejshët që të ndalonin armiqësinë e tyre ndaj fesë së re, të hiqte dorë nga nxitja e njerëzve kundër saj dhe t'u lejonte muslimanëve lirinë e besimit dhe të thirrjes në fenë e tyre, ashtu siç i kishte urdhëruar Allahu me mençuri, këshill të drejtë dhe debat të mirë. Për zbatimin e këtij strategjie, pra profeti Muhammed nuk kërkoi gjë tjetër veç se kthimin e njerëzve përsëri me këshillin, me debat të drejtë dhe me një mënyrë shumë të mirë në të folur për t'i treguar se ne kemi ardhur për të zbatuar atë çfarë na ka urdhëruar Allahu xhaleshanhu dhe për t'i folur për të mirë. Dhe për zbatimin e kësaj strategjie, profeti Muhammed dërgoi grupe të vogla luftarake të lëvizshme dhe të shpejta, të cilat kishin për të bërë detyrë të pengonin lëvizjen e karvaneve të Kurejshëve, për të arritur ajo këshillimi dhe debati midis tyre. Kurejshët nuk i kushtuan shumë rëndësi këtij lloji kërcënimi dhe nuk reaguan me dhunë, por situata ndryshoi kur i dërguari i Allahut doli me 313 burra nga muhaxhirët dhe ensarët drejt zonës së Dhufranit pranë Bedrit, me synimin për të kapur një karvan të Kurejshëve, i cili përmbante shumicën e pasurisë së tyre dhe që pritej të kalonte andej. Lajmi arriti të nderuar dëgjues dhe shikues shumë shpejt tek Ebu Sufjani, udhëheqësi i karvanit, përmes rrjetit të tij të informatorëve. Ai ndryshoi rrugën e karvanit duke zgjedhur një itinerar tjetër që të shpëtonte nga duart e muslimanëve. Pasi morën vesh për këtë, Kurejshët dolën nga Meka me një ushtri prej 1000 luftëtarësh në udhëheqjen e Ebu Xehlit. Edhe pse karvani i Ebu Sufjanit kishte shpëtuar, ata nuk u tërhoqën, pasi donin të rivendosnin autoritetin e tyre dhe pan këtë si një mundësi për të shkatruar të dërguarin Allahut dhe muslimanët që ishin aty. Pra kjo është historia e fillimit të betejës së Bedrit, ku, siç e tham, kjo betejë solli fillimin e triumfeve për muslimanët dhe triumfit të monoteizmit kundër politeizmit. Kur lajmi për daljen e ushtrisë së Kurejshëve arriti tek i dërguari i Allahut, ai u konsultua me shokët e tij në atë momente. Ai kishte dy zgjedhje, ose të kthehej në Medinë, ose të luftonte nga vendi ku ishte i pozicionuar, megjithse ai nuk ishte i përgatitur për luftë, as për nga numri i njerëzve dhe as për nga pajisjet të cilat ato mbanin. Në atë moment, u ngrit një nga muhaxhirët, El-Miqdad ibn Amri, i cili tha: "O i dërguari i Allahut, shko përpara me atë që Allahu të ka urdhëruar, sepse ne jemi me ty. Dhe pasha Allahun nuk do të themi siç than Beni Israilitët Musait a.s. ku e shohim në surën Al-Maide, ajeti 24, çfarë than Izraelitët profetit Musa a.s. Shko ti dhe Zoti yt e luftoni, se ne do të rrim këtu ulur. Por muslimanët dhe muhaxhirët absolutisht nuk bën këtë gjë, por luftuan dhe shkuan pas profetit Muhammed për mbrojtje të kësaj feje dhe për të triumfuar inshallah. Por shokët e profetit i thanë: "Shko ti dhe Zoti yt e luftoni e ne do të luftojmë bashkë me ty." Pa ashtu ensarët e shprehën mbështetjen e tyre të palëkundur. Saad ibn Muadh u ngrit dhe tha: "O i dërguari i Allahut, prindërit e mi u bëfshin kurban për ty. Ne kemi besuar në ty, të kemi besuar ty dhe dëshmojmë se ajo që ke sjell ti është e vërteta nga Allahu. Ne të kemi dhënë premtimet dhe besimet tona për të dëgjuar dhe për të bindur. Prandaj, shko përpara në atë që ke vendosur, sepse ne jemi me ty. Pasha atë që të ka dërguar me të vërtetën, nëse do të na udhëhiqje drejt detit dhe do të hidheshim në të, ne do të ndiqnim pa hezitim dhe asnjë prej nesh nuk do të mbetej pas. Ne jemi të duruar në luftë, të sinqert në përballje. Shpresojmë që Allahu të tregojë nga ne atë që do të gëzojë zemrën tënde. Prandaj, ec me ne
në bekimin e Allahut xhaleshanhu. Pas fjalëve të muhaxhirëve dhe ensarve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mori një vendosmëri për luftë dhe u përgatit pavarësisht numrit e pajisjeve të pakta, duke u mbështetur plotësisht në besimin e tij tek Allahu dhe i bindur se Allahu nuk do ta linte vetëm atë dhe do ta përmbushte Allahu xhaleshanhu premtimin e tij, siç thot në ajetin e 7 të surës Anfal se Bismillahirrahmanirrahim. Kur Allahu ju premtoi njërin nga dy grupet si do të ishte e juaja, ndërkohë që ju dëshironit që ajo pa rrezik të ishte për ju. Por, Allahu dëshiroi ta vërtetoj të vërtetën me fjalën e tij dhe të shkatroi deri në fund mohuesit. Ajeti 7 i surës Anfal. Pra kur i dërguari Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, pa turmat e Kurejshëve që po afroheshin me gjithë fuqinë dhe pajisjen e tyre, ai u drejtua me lutje tek Zoti i tij, duke thënë: O Allah, ja, këta janë Kurejshët që kanë ardhur me arrogancën dhe krenarinë e tyre për të kundërshtuar ty dhe për të përgënjeshtruar të dërguarin tënd. O Allah, më dhuro fitoren që më ke premtuar. O Allah, nëse ky grup i vogël i muslimanëve shkatërrohet sot, atëherë nuk do të mbes askush që do të adhurojnë në tokë. Lufta filloi dhe të dyja ushtrit u përplasën me njëra tjetrën. Muslimanët të rinj, të moshuar dhe djem të vegjël treguan një trimëri dhe gatishmëri për sakrifisë, që rrallë mund të shihet. Njëri prej tyre, i quajtur Umer ibn el-Humam, i cili mbante disa hurma që po i hante, i tha të dërguarit të Allahut: sa e mrekullueshme, midis meje dhe xhenetit nuk ka asgjë tjetër përveç se të bie dëshmor në rrugën e Allahut. Pastaj hodhi hurmat nga dora e tij, nxitoi për të takuar Zotin e tij, pa pritur të përfundonte ato hurma. Ai luftoi derisa ra dëshmor. Në atë moment erdhi ndihma hyjnore për të forcuar muslimanët shpirtërisht dhe me besim, për të cilën Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Kur kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, ai ju përgjigj. Dhe kështu triumfoi besimi ndaj jo besimit. Triumfoi monoteizmi ndaj politeizmit. Me ndihmën e Allahut xhaleshanhu arrihet çdo gjë. Dhe si ishin këto mënyrat e ndihmës së Allahut xhaleshanhu, e ti shohim së bashku, të cilat gjenden në Kuranin famëlar. Le ta nisim me të parën. Mënyra e ndihmës së Allahut ishin si më poshtë. E para, dërgimi i mira ëngjëve për të ndihmuar muslimanët, siç thot Allahu i madhëruar në ajetin 9 dhe 10 të surës Anfal, se Bismillahirrahmanirrahim. Unë po ju ndihmoj me 1000 ëngjëj që vinë njëri pas tjetrit. Allahu e bëri këtë vetëm si përgëzim dhe që zemrat tuaja të qetësohen me ta. Fitoria nuk vjen veç se nga Allahu. Me të vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ajeti 9 dhe 10 i surës Anfal. Kjo ishte mënyra e parë. Mënyra e dytë ishte përhapja e një gjumi të lehtë si një shenjë sigurie dhe qetësie prej Allahut xhaleshanhu. E shohim këtë ndihmë të Allahut xhaleshanhu ndaj muslimanëve, sidomos në ajetin 11 të surës Anfal, se kur ai ju mbuloi me një gjumë të lehtë si shenjë sigurie prej tij. Kjo ishte mënyra e dytë. Mënyra e tretë, po ashtu në ajetin 11 të surës Anfal, Allahu i madhëruar thot: dhe ai zbriti mbi ju nga qielli ujë, për t'ju pastruar me ta, për të larguar ndyrësinë e shejtanit, për të forcuar zemrat tuaja dhe për t'ju bërë shumë të qëndrueshëm. Pra, zbritja e shiut për t'i pastruar, për të larguar vezveset e shejtanit dhe për t'u dhënë forcë muslimanëve si një begati nga Allahu xhaleshanhu. Kjo ishte dhe mënyra e tretë. Mënyra e katërt, frymëzimi i ëngjëjve për t'i mbështetur besimtarët dhe për të mbjellë frikë në zemrat e jo besimtarëve. E shohim këtë gjë në ajetin 12 të surës Anfal, ku Allahu i madhëruar thot: kur Zoti yt u shpalli ëngjëve, unë jam me ju, forconi ata që kanë besuar, unë do të mbjell frikë në zemrat e jo besimtarëve. Ajeti 12
i surës Anfal. Pra vëmret të nderuar dëgjues dhe shikues, në lidhje me ndodhinë e Bedrit, i shohim ajetet të fokusuara më shumë në surën Anfal dhe do ju ftoja nëse është do kush i interesuar ta lexojë si sure dhe të marrë më shumë mësime ndaj saj. Nuk kaloi shumë kohë derisa u realizua fitoria e madhe për muslimanët, fal xhihadit të tyre, sakrificave dhe ndihmës së Allahut. Kurejshat u larguan duke tërhequr pas vetes zhgënjimin dhe disfatën, me të cilën nuk ishin mësuar më parë, pasi 70 burra të tyre u vranë, ndër më të shuarit prej tyre ishte Ebu Xehli dhe Umeje ibn Khalef dhe 70 të tjerë u zun robër. Kjo betejë të nderuar dëgjues dhe shikues, e cila ishte betejë e parë që luftua muslimanët, tregoi mençurinë e jashtëzakonshme që u shfaq në udhëheqjen dhe menaxhimin e saj nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe guximin e tij. Vjen një hadith nga Imam Aliu alayhis salam, ku ka thënë në lidhje me zyrtarsinë dhe karakterin e profetit, se na thotë: "E pash veten në ditën e Bedrit, teksa ne kërkonim strehim tek i dërguari i Allahut, ndërsa ai ishte më i afërti prej nesh me armikun dhe një nga njerëzit më të fortë dhe më të guximshëm atë ditë." Për sa i përket rolit të Imam Aliut, paqja qoftë mbi të në këtë betejë. Ai vrau gjysmën e të rëndëve të Kurejshëve në Bedër dhe mori pjesë në vrasjen e gjysmës tjetër bashkë me muslimanët. Ai gjithashtu tregoi kujdes të madh për të dërguarin e Allahut, saqë syri i tij nuk e ndante nga ai. Pra edhe luftonte, por njëkohësisht kujdesej edhe për të dërguarin e Allahut. Madje her pas here largohej nga betejë për të siguruar përgjendjen e të dërguarit. Është transmetuar se ai e gjente të dërguarin e Allahut në sejdë duke thënë: "O i larti, o i madhërishtmi, sepse neve kërkojmë ndihmë vetëm për Allahut xhaleshanhu. Si ummeti këtij të dërguari, do të marrim shembull nga çdo hap që ka hedhur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa ishte në këtë jetë. Të marrim mësime nga çdo rrugëzgjidhje që ka dhënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në luftën kundër politeizmit, sepse më shumë se kur na duhet në ditët e sotme këshilla e këtij të dërguari." Pasi përfundoi betejë, i dërguari i Allahut ndryshoi rregullat e trajtimit të robërve të luftës. Ai ndau ata midis shokëve të tij që të qëndronin në shtëpitë e tyre, duke treguar moralin islam dhe duke i mësuar atyre rrugën e drejtë. Ai i tha shokëve të tij: "Silluni mirë me ta, ushqejini me ushqimin më të mirë që u jepini familjarëve tuaj." Madje, disa prej tyre u ofronin robërve ushqimin më të mirë që kishin në shtëpi. Më pas, çdo rob që familja e tij e shpërbleu me para, ju kthye atyre, ndërsa ata që ishin të varfër dhe familjet e tyre nuk kishin mundësi të pagunin shpërblimin, u liruan pa kërkuar dëmshpërblim, me kusht që secili prej tyre të mësonte 10 fëmijë nga ensarët të lexonin dhe të shkruanin. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, nga fitoria e Bedrit mësojmë qëndrueshmërinë. Muslimanët në Bedër nuk u dorëzuan përballë frikësimeve, luftës psikologjike apo makinerisë propagandiste të Kurejshëve, e cila përpiqej t'i paraqiste ata si një fuqi të pathyeshme, që nuk kishte nënshtruar kurrë që nga koha kur kishte fituar madhështinë e saj. Kjo fitore e hoqi maskën nga kjo legjendë dhe tregoi realitetin e saj. Ajo na mësoi të mos dorëzohemi përballë iluzioneve apo propagandës mashtruese, por të kemi besim tek Allahu para së gjithash. Dhe përmes Allahut, të kemi besim në veten tonë, pa u ndikuar nga ajo që tiranët përhapin përmes mediave dhe propagandës së tyre. Betejë e Bedrit na ka lënë skena të qëndrueshme që na shpjegojnë se si të pakta mundësi mund të triumfojmë ndaj shumicës, duke mishëruar të vërtetën kuranore. Allahu i madhëruar thot në surën Bekare, në ajetin 249 të kësaj sureje, se Bismillahirrahmanirrahim, sa herë një grup i vogël ka triumfuar mbi një grup të madh me lejen e Allahut. Ajo gjithashtu, kjo betejë na tregon ndikimin e fuqishëm të duas, e cila është arma më e mprehtë në kohë sfidash dhe vështirësish. Natyrisht, kjo nuk do të thotë që të bëjmë vetëm dua dhe të mos punojmë.
por duaja duhet të jetë një nxitëse për veprim, pasi Allahu nuk u përgjigjet robëve të tij përveç se kur ata janë në fushën e punës dhe të xhihadit. Kjo betejë nuk ishte thjesht një moment i ndritshëm në histori, por një ngjarje themeluese dhe një fener ndriçues për të gjithë ata që thërrasin për liri dhe për të drejtën e shprehjes në përballje me padrejtësinë, shtypjen dhe skllavërinë. Ajo na mëson rëndësinë e xhihadit në rrugën e Allahut Zotit një dhe të vetëm. Na mëson se Allahu i ndihmon besimtarët e sinqertë dhe ato të devotshëm. Na mëson fuqinë e besimit, besnikërinë dhe të sinqeritetit. Dhe kjo luftë dhe kjo betejë na mëson mirësinë e konsultimit, të bashkimit dhe të bashkëpunimit. Dhe do ta mbyllja temën e ditës së sotme me ajetin e 7 të surës Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu i madhëruar thot: "O ju që keni besuar, nëse e ndihmoni Allahun fenë e tij, dhe ai do t'ju ndihmoj dhe do t'ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja." Allahu na bëft për atyre të cilët themi gjithmonë dëgjuam dhe ju mbindëm fjalës së Allahut xheleshanuhu dhe të na forcoj zemrat në rrugën e drejtë, në rrugën e besimit dhe të na largoj nga çdo e keqe inshallah. Në këtë momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju.